tani ka mbetur pikpyetje edhe çështja se Richard Grenell a do të jetë sërish i dërguari i posaçëm për Ballkanin perëndimor dhe si do të jetë tot çësia me të. Mirë po, në konkluzion të kësaj çështje i bie se kjo çësje e politikës nëpërmjet vijës së presidentit Trump. Pastaj edhe në Evropë mos ta harrojmë kryeministrin hungares Viktor Orban, se janë pra të një vije, të një ideologjie, ashtu e kemi edhe kryeministrin e Maqedonisë Veriut, janë paksa të frikshme dhe mund ta pengojnë procesin eurointegrues të vendit. Për mendimin tim, për faktin se edhe mjetet financiare për të cilat sigurohen pra për zhvillimin e vendit e kështu me radhë mund të jenë mjete të dyshuara. Flas për një rast në Maqedoninë e Veriut, kur qeveria ka huazuar një sasi të caktuar të mjeteve financiare nga Hungaria, në mënyrë indirekte u kuptua se ato mjete realisht vijnë nga Republika e Kinës. Pra që do të thotë kjo çësje, të cilën pra i jep hof presidenti Trump në arenën ndërkombëtare, duket paksa e frikshme dhe nga ana tjetër në këtë vakum të politikës ndërkombëtare, fuqitë të tjera shfrytëzojnë mundësinë e rritjes dhe ndikimit në rrafshin ndërkombëtar. Siç e kemi pra lindjen e mesme, pra Siria më vetëm po është bërë një shtet që po funksionon zyrtarisht dhe me seriozitet. Në atë rajon pra bën pjesë edhe Turqia dhe vende ku edhe të cilat janë të përbëra nga organizata e shteteve turke, të cilat dita ditës do të shtojnë ndikimin e tyre në arenën ndërkombëtare. Me një fjalë, ky lloj bipolariteti mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë më gati se ka humbur dhe është zbehur që pas luftës së ftohtë. Për faktin se tani është në skenë çështja e multipolaritetit, ku çdo rajon forcohet, ringritet dhe merr ndikim në vendimarrjen e politikave ndërkombëtare, siç janë çështja e sigurisë, marrëdhënieve diplomatike mes vendeve dhe rajoneve e kështu me radhë. Zoti Shabani, fakti që Kazanov nuk do të jetë më për Ballkanin, por do të jetë ish zëvendës ambasadorja e SHBA-s që ka qenë më parë në Kosovë përpara se të shërbente, në mos gaboj në lindje, Highland, është kjo leadership në mos gaboj sipas një pjese të mediave, është kjo një lloj sigurie që situata në Ballkan nuk ka nevojë për përkthim. Shiko, unë situatën në Ballkan e lexoj do të thotë në këtë variant që nxitja rreth çështjeve eurointegruese tani pas zgjedhjes së presidentit Trump, disi sikur ka ngadalësuar. Dhe nga Bashkimi Evropian, replikat që merren, janë replika ato kryesisht administrative dhe burokratike. Mirë po, edhe vetë Evropa tani është në një kaos dhe në një krizë politike në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe vende si janë rajoni i Ballkanit perëndimor, Maqedonia, Kosova, Shqipëria e kështu me radhë, nëse rrisin bashkëpunimin, them kështu individualisht qeveritë, krerët e shteteve individualisht rrisin apo thellojnë bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke anashkaluar për Bashkimin Evropian, mund të jetë një lloj ngatërese në rrugën eurointegruese të këtyre vendeve tona. Pse? Jo se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë shtete problematike, pra është vendi ku bart pra flamurin e demokracisë, lirisë dhe shprehurit, madje janë vendet që kanë siguruar paqen dhe stabilitetin në vendet tona. Para ndalimin e luftës në Kosovë, po edhe ndikimin në Maqedoninë e Veriut e kështu me radhë. Por për gjendjen aktuale se si qaset, si sillet do të thotë Washingtoni zyrtar tani me politikën ndërkombëtare është pak problematike. I kërcënohet
e kërcënon Evropën, thotë se qëndrimi thotë përballë Rusisë është thotë jo aktiv, ku pjesërisht jo se nuk ka të drejtë, mirë po në ombrellën e NATO-s, thotë Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për mendimin tim, duhet të jenë çdo herë thotë të bashkuar përballë konfrontimit të fuqive tjera, siç mund të jenë Rusia dhe Kina. Zoti Shabani, ndryshe nga në Shqipëria edhe Kosova, ku ambasada amerikane që pas ardhjes së administratës së dytë të Trumpit ka qenë e tërhequr, pra ka pasur një lloj heshtje, në Maqedoninë e Veriut ka pasur, mund ta themi, edhe një politikë vazhdimësie, se nëse në vitin e kaluar në fund kishim shpallje non grata, në fillim të këtij viti, pra në muajt e parë, në mos gaboj ditët e fundit ka pasur një debat në Shkup për sa i përket refuzimit të vizës amerikane të një ministri të qeverisë, në mos gaboj Fatmir Limani. Pra politika vazhdon. E njëjtë. Për dallim nga shpallja non gratave, pra në të kaluarën që ishim, pra zyrtarët e të kaluarës, të cilët momentalisht tani janë zhdukur nga territori i Maqedonisë së Veriut dhe zyrtarisht apo publiku pra nuk e din se ku gjenden,